Pini një lugë vaj ulliri esëll dhe shikoni çfarë ndodh, do befasoheni nga rezultati. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti truezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linoleik dhe palmitik. Acidi oleik dhe yndyrnat esenciale për një shëndet të mirë duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vaji i ullirit mund të konsumohet në gatime, në sallata, por a e dini çfarë ndodh nëse pini një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë? Vaji i ullirit do të ushqejë fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurë të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të verdhën e vezës, purre karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të shkëlqejë sërish. Vaji i ullirit është i mirë edhe për detoksin e mëlçisë. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Si çdo organ tjetër, mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzjeni një lugë gjedhe vaj ulliri dhe një lugë gjedhe me lëng limoni dhe pini esëll në çdo mëngjes. Kështu do të ndihmoni në përmirësimin më të mirë të shëndetit të mëlçisë. Vaji i ullirit trajton rënien e gjoksit. Rënia e gjoksit është të tejet e natyrshme kur humbisni fleksibilitet dhe elasticitet. Duhet thënë se gjoksi nuk ka muskuj, ai përbëhet nga inde lidhse dhe gjëndra që prodhojnë qumësht. Që të mbani gjoksin në formë, mund ta trajtoni me kujdes atë me një masazhim me vaj ulliri pas dushit. Kjo është një alternativë që mund të sjellë shumë përfitime në shëndetin tuaj dhe mbi të gjitha edhe të mbajë larg komplikacionet e shëndetit. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i një shëndeti të mirë dhe një ushqyerje të shëndetshme. Ai është pa diskutim një nga elementet më të rëndësishëm të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile, acide yndyrore si acidi leolik dhe palmitik. Gjithashtu vaji i ullirit mund të konsumohet sipas formës dhe mënyrës që ju doni. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk të mëposhtëm që të përfitoni në maksimum nga vlerat e tij. Ekspertët thonë se acidet yndyrore të vajit i ullirit dhe vitaminat e tij të shumta do të mbrojnë qelizat dhe do të përmirësojnë ndjeshëm sistemin imunitar. Vaji i ullirit ushqen fytyrën e thatë, trajton aknen dhe gjithashtu është shumë i rëndësishëm në regjimin ushqimor të diabetikëve. Sigurisht, konsumi i tij brenda rekomandimeve të duhura ditore do të jetë mënyra më e çmuar për të përmirësuar imunitetin dhe për të mbajtur larg edhe inflamacionet e tij. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale që njihet për efektet pozitive që ka për zemrën dhe mrekullinë që bën për te asaj. Sipas Brightside, në këtë video do të rëndisim gjithashtu përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i vajit të ullirit. Vaji i ullirit është një element shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është padyshim një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai do të reduktojë gjithashtu skuqjen, entjen dhe ngadalëson edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të mira anti-inflamatore dhe mund të përmirësojë dukshëm shëndetin tuaj. Përdorime të tilla me kujdes të vajit të ullirit mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për shëndetin. Sigurisht, i përdorur si duhet, ai mund të jetë një nga produktet më fantastike për organizmin tuaj. Vaji i ullirit do të ndihmojë organizmin edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka dhënë prova të mira në luftën kundër inflamacionit. Ai mund të zvogëlojë gjithashtu edhe problemet e shëndetit tuaj. Vaji i ullirit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe të rrisë rezistencën e organizmit. Përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të bëjnë ndryshime thelbësore në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që mbajnë një dietë me vaj ulliri në dietën e tyre kanë përfitimet më të mira për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Vaj i ullirit është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe në betejën kundër problemit të dobësimit të kockave. Vaj i ullirit ndihmon njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu edhe nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet edhe me vajin e peshkut, një burim i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit, duke i siguruar atyre një mbrojtje më të mirë efikase dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore do të jetë një mënyrë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Ai do të zvogëlojë edhe inflamacionet, duke siguruar një mbrojtje më të mirë imunitare. Përdorimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera të pasura me yndyrna omega 3 do të zvogëlojnë inflamacione në trup. Nga ana tjetër, ato do të ndihmojnë edhe në një rigjenerim më të mirë të shëndetit. Do të mbajnë larg inflamacionet dhe do të ndihmojnë në një rigjenerim më të mirë të lëkurës. Shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të përmirësojë dukshëm gjithashtu edhe shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në zorr, në stomak, mund të shkaktojnë edhe ulçra. Vaji i ullirit është provuar se lufton disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri e shtuar në dietën tuaj mund të shkatërrojë bakteriet e dëmshme në më pak se 14 ditë. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak inflamacione të tij. Vaji i ullirit është një element shumë i rëndësishëm i dietës mesdhetare dhe mund të ndihmojë gjithashtu në një shëndet më të mirë të zorrëve. Ndaj, përdoreni atë me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënse. Vaji i ullirit është të përdorur në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim ideal është edhe niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos të acidit oleik dhe antioksiduesve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është quajtur ndryshe edhe si mrekullia mesdhetare, kjo për shkak të ndikimeve pozitive që ai ka në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e vajit të ullirit, sigurohuni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, dhe ndikimi i tij në shëndet do të jetë gjithashtu vërtet mbreslënës. Nëse konsumoni një lugë vaj ulliri çdo ditë, ju do të parandaloni këto komplikacione sipas Healthline. Sëmundjen e demantinës. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjes së Alzheimerit është gjithashtu rritja e akumulimit të aminoacideve në trup. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal që gjendet tek vaji i ullirit do të ndihmojë ndjeshëm edhe në fuqizimin e shëndetit të trurit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se vaji i ullirit asesi nuk duhet të mungojë në regjimin tuaj ushqimor, dhe si i tillë duhet të konsumohet në moderim për të marrë përfitime dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e ndryshme në shëndet. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore mund të jetë gjithashtu me përfitime më të mëdha edhe për uljen e niveleve të pakontrolluara të sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit nga persona që vuajnë nga diabeti tipi 2 mund të ndihmojë në rregullimin e tensionit të lartë të gjakut. Një gjë e tillë është shumë e rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe parandalimin e inflamacioneve. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet fantastike. Përfitimet që vijnë nga shëndeti juaj me përdorimin e vajit të ullirit do të jenë vërtet të larmishme për një rigjenerim më të mirë të organizmit. Ai do të forcojë sistemin imunitar. Antioksidantët që gjenden te vaji i ullirit ndihmojnë në mbrojtjen më të mirë të sistemit imunitar dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni vajin e ullirit në vaktet tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni në këtë aspekt do të jenë mbreslënse për organizmin dhe do të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet, citojnë ekspertët e Healthline.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.